Fituesit e çmimit Karls Prize Karli i Madh, të dhëna për personalitete me kontribut në Bashkimin Evropian, u bën bashkë në Tiranë. Do të përfundoj Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e cilësoi takimin një privilegj. Shumë krenar e të privilegjuar që kemi këta dy njerëz të guximshëm midis nesh e që kemi mundësi t'i dëgjojmë e të mësojmë prej tyre. Angazhimi i të rinjve në politik, sipas tij ka rëndësi të madhe në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Nuk jam i lumtur kur shoh të rinj që nuk e kuptojnë sa e rëndësishme është politika. Po, hiqeni nga mendja shtetin e së drejtës dhe barazin përpara ligjit, që garantohet vetëm nëse je pjesë e Bashkimit Evropian. Edhe një herë, solli në vëmendje reformën në drejtësi, të cilën theksoi se është e pavarur. Kur nuk ishim parë një ministër apo një individ të profilit të lartë lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej. Ish-presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz solli në vëmendje ndryshimet në Shqipëri në 50 vitet e fundit. Kam mësuar për Shqipërinë nëpërmjet letërsisë së Ismail Kadares, pas luftës së dytë botërore, por edhe pas rënies së Perdes së Hegurt. Këto janë ato momentet kryesore, prandaj për të rinjtë them, angazhoni, luftoni për këtë Europë. Pjesëmarrësit në këtë takim theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe integrimin evropian si një mundësi për zhvillimin dhe udhëheqje të sigurt. Që ka Europa për të bërë modifikime.